Të shtunën në mbrëmje në Sinemarinën në hapësirat e të bukura të API Qershis në Prizren u shfaq premiera filmit komedi Luli Goni Lemës, e cili me këtë rast për film dashësit e këtij qyteti dhe mysafir të shumt ka ringjallur të qeshura shumë. Një prodhem shqiptar që solli të qeshura, ndjenja humori, filmi në vete përmbante një histori plot humor dhe emocione, duke ndjekur personazhin e Lemës, një nën shqiptare që kthehet nga Anglia me një mision të gjejnuese djalit të saj Gonit, por ajo që fillon si një detyrë familjare shndrohet në një udhëtim plot aventurë dhe situata komike, kur në rrugën e tyre shfaqet Luli, një karakter i pazakontë që përmbys çdo pritshmëri. Ndërkohë Sara, një vajzë me shpirt të lirë, vendos në pikpyetje gjithë planifikimet e Lemës. Ata që luajtën në këtë projekt ishin Aurela Gaçe në një rol surprizë që rrëmbeu vëmendjen e publikut, po si këngëtare. Shumë mirë, nuk e prisja të pritje kaq të ngrohtë, domethënë unë e di shumë mirë që sa herë që vin në Kosovë, unë personalisht kur vi si këngëtare, marr pritjen maksimale, por për filmin nuk e dija dhe jam shumë e lumtur që do të shfaqem para publikut edhe si aktore. Arsyeja e parë ka qenë që teatri është shumë i lodhshëm dhe unë jam larguar vetë. Duke qenë që karriera ime si këngëtare ka qenë shumë e ngjeshur, më duhej që o të lija njërën pa bërë mirë, e kupton, duhet për shembull, nëse ti vë një teatr në skenë, duhet jesh 3 muaj në prova, duhet paraqitesh çdo ditë në prova, ke prova para dite mbas dite dhe nuk e lija dot sepse unë jam përkushtuar karrierës si këngëtare. Kurse filmi do të më merrte vetëm 1 muaj e gjysmë për ditë, por zgjodhëm periudhën që nga ana artistike unë isha pak më pauzë, isha pak më pushim janar shkurt, deri nga mesi i shkurtit, dhe vendosa që ta marr sepse edhe më pëlqeu si rol. Do ta shikoni që është një rol të cilin e kam bërë me shumë dashuri. Jam futur në lëkurën e shumë grave që kam njohur në jetën time, sepse unë luaj mamin e Gonit. Jam mamaja autoritare, mamaja që djali duhet bëj atë që thot mami, nusen duhet ta zgjedhë siç thot mami. Duhet jetë i lumtur djali? Jo, duhet jetë e lumtur mamaja. Domethënë jam futur në lëkurë të një roli duke sjell në mendjen time, në kujtesën time gjithë gratë që kanë rrethuar jetën time. Qoftë komshiet, qoftë diku mami im, diku gjyshja ime, diku gjithmonë kur ti ndërton një rol, një karakter, patjetër do marrësh nga jeta. Dhe unë jetën e kam pas të pasur me shumë karaktere. Tani në kinemat e Tiranës, Vlorës, Shkodrës, Gjirokastrës, mbrëm në Prishtinë, kemi marrë duartrokitje, kemi marrë qeshura. Unë kisha pak ankth, kisha pak se thosha do ta shohin edhe aktorë të tjerë, do ta shohin regjizor. Publiku është i pamërshishëm nëse ti nuk je mirë, ta thot sa do të doj, dhe të qeshurat nuk shkaktohen pse unë të kam ty mikesh. Të qeshurat ose shkaktohen ose nuk shkaktohen. Është si kënga, o të sjell emocion ose nuk të sjell emocion. Dhe për këtë jam shumë e lumtur sepse të qeshurat kanë qenë pafund nga fillimi deri në fund të filmit. Dhe për këtë jam shumë e lumtur sepse gjithë kasti i artistëve është i përzgjedhur si me dorë. Se nuk jam vetëm unë në film, kupton, unë kam një rol, një nga rolet kryesore, por jemi 4 aktor kryesor që ndajmë atë kekun, dhe kemi pastaj aktor të tjerë që kanë shkruar historinë e humorit shqiptar, siç janë parodistët e Vlorës, Rita Lati, që janë më të vjetër, kanë 50 vite në skenë, dhe është Medi Malkaj, Gëzim Rudi, Ariola Demiri, që ka edhe ajo një karrierë shumë të pasur si aktore, dhe për mua është nder të jem krah artistëve të tillë. Klaudia Brahimaj, e cila është skenaristja e filmit, vetëm ta them për publikun, është e njëjta skenariste që ka shkruar 2 gisht mjalt, I Love Tropoja, serialin Hot. Kështu që unë sa po lexova CV-n e saj thash, ma jep njërë ta lexoj tash skenarin. Pas Davis Muslimit si Goni, Margment Canushi dhe Luli, Fjolbarda Ponari si Sara. Regjia mban firmën e Bjordi Mezinit, ndërsa skenari është shkruar nga Claudina Brahimaj. Një dua
kreative që ka sjellur një ekran, një komedi të freskët dhe autentik, të shoqëruar me muzikë origjinale dhe atmosferë që prek ndjenjat. Goni Lemës është më shumë se një komedi, është një pasqyrim i marrëdhënieve familjare të përplasjes mes brezave dhe ngatësisë së dashurisë në kohët moderne. E gjithë kjo e paketuar me një dozë të madhe humori. Goni është një rol i cili është naiv në personalitetin e tij. Vuan gjithkohës që të gjej pak qetësi dhe pak dashuri, por nuk e gjen kurrë, sepse mamaja nuk e le që të shikojë një ditë të bardhë, po ashtu edhe Luli që i nxin jetën gjatë gjithë filmit, por që mendoj se përcjell një mesazh te gjithë shqiptarët. Do ta gjejnë veten në atë rol. Besoj se është shpritur mirë. Dje ishim në Prishtinë, sot në Prizren po shoh që është një dashuri e madhe, njerëzve po ju shkëlqejnë syt dhe shpresoj ta përqafojnë sadopak. Momenti, ka disa momente pak që na ka lënë mbresa, po momenti më i bukur është kur unë ndahem nga Luli. Se ishte një rrugtim shumë i gjatë që më lodhi gjatë gjithë filmit dhe kur ndajmë nga i është pak e dhimbshme. Lol Arba Ponari tregoi se projekti ishte i garantuar për faktin se kishte emra të mëdhenj, tha ajo, kurse Davis Muslimi tha se roli i Gonit është një rol naiv dhe vuan për pak dashuri dhe nuk e gjen kurrë. I gjithë filmi ka qenë në realizim një sfidë më vete. Pjesa dërmuese e castit flas për të rinjt, e kanë pasur dhe eksperiencë të parë, ndërsa suksesi pastaj pa diskutim ishte deri diku i garantuar për emrat e mëdhenj që kishim të implementuar në projekt. Aurela edhe pse jo në profesion të parë aktore, ka një background prej aktoreje, kemi Erita Latin, kemi parodistët e Vlorës, me një debutim të vogël Aleksandri Gjoka edhe Irini Qiriako, pastaj artistët fantastik aktorët Davis Muslimi edhe Margen Saushi, kështu që deri diku projekti pritej që të kishte dashuri të madhe nga publiku që ne e ndjejmë edhe nga shqiptarët e Kosovës. Ndërsa pjesë, më the, një pjesë që më ka mbetur mua në mendje, do doja që të veçoja diçka në fakt që mezi e kemi realizuar, se kemi bërë mbi 15 dubla, ka qenë një moment që na zuri e qeshura. Pastaj derisa regjizori Bjordi Mezini tha do mblidhni trut e kokës nga i keni, tha se duhet të shkojmë në shtëpi, duhet të mbyllim. Ka pasur shumë momente komike, shumë të qeshura. Kimia ka qenë fantastike në grup, po mbi të gjitha, ky projekt përpos të qeshurave ka edhe mesazhe shumë të forta. Kjo ishte një befasi e këndshme për të pranishmit.